profesor, një fitore e lehtë sot ndaj Sigal Prishtina, si ishte si ndeshje? Ne vlerësum në maksimumin e mundësive tona që kishim sot. Sigali kishte ardhë me djemë të ri, pra bërthamen e ekipit nuk e kishin sjellë sot, sepse kanë vlerësu që kanë nevojë për pushim, sepse kanë një kampionat shumë të fortë në Superligën Kosovare. Ne u përpoqme me bë më të mirën tonë. Vim nga një ndeshje shumë e vështirë që i pat me Napolloni dhe po përpiqena ta përdorim këtë ndeshje si përgatitje ndaj ndeshjes të radhës me Teutën, e cila është një ndeshje shumë e vështirë që na duhet me e fitu patjetër. Ju jep shpresë ekipi me ndeshjen e sotme për duelin tjetër ndaj Teutës? Ne po përgatitena, po bëjmë maksimumin tonë. Qa është në dorën e stafit, po bëjmë përpjekjet tona maksimale. Shpresojmë që të kena reagim të mirë nga lojtarët dhe të shpalosim më të mirën tonë në Durrës. Është vllaznia në rrugën e duhur për të kapur objektivat që shoqata ka vendosur? Objektivat tona janë me hyrë në katërshëm. Ne jena një ndeshje larg vendit tretë, me një fitore njitena në vend tretë, nga vendi i fundit në vend tretë. Nuk është një diferencë shumë e madhe, pra një fitore na ndryshon çdo gjë. Mirë po, të thash, është kampionat shumë i vështirë dhe në çdo ndeshje një gjujtje e humbur është balanca mes fitores edhe humbjes. Një top në tabelë është balanca mes fitores edhe humbjes, edhe çdo gjë e vogël bëhet shumë e madhe në fund kur rezultati është i ngushtë. Po bëjmë maksimumin tonë që t'jena në nivelin e duhur për ndeshjen e radhës. Është vështirë profesor për të arritur vendi i tretë duke patur parasysh edhe ekipet tjera? Është vështirë, është shumë e vështirë, por kena tregu që kena mundësi. Me pak sforco kena mundësi. Dhe do bëjmë maksimumin që t'jena në nivelin e duhur. Ndërkohë profesor, edhe diçka sa i takon afrimën në dijenin time keni pritur edhe një afrim tjetër para pak ditësh. Nuk është bërë e mundur apo? Nuk kam informacione të tilla, ne kena pas dëshirë, por asnjë gjë konkrete deri tani. Dëshira është, po përpiqemi, po jo gjë që të jetë konkrete.